kemi dy zotrinj, të cilët nesër do na sjellin një film të ri. Se po bëhen shumë, po ta shkojmë çka kanë bërë këta. Njëri është producent, njëri është regjisor. Olsa Bazi dhe Aldo Marku. Mirë se ju gjetëm. Mirë se na erdhe. Mirë se erdhën. Faleminderit, unë doja vetëm ju, prandaj kam në Luanën edhe ato mbrapa. Ato do vinë pastaj. Luana mjaft. Nuk Qetësi. Ka kokën e vet, nuk ka kokën e vet. Mirë, shiqyr zotit. Shiqyr me mbana dhona lëkurë. Me lëkurë, me gjona, me... A të fërkojnë shalet me atë? Gjithkohës. Sa qip. Ore, shiko. Po dush të jap. Në fakt, kam dashur gjithmonë të kemi falë. Ore, bollu fërkova me të ftuarit, të bëre rrugë. Po mike ti tani. Po fërkohen pantallonët e mia. Se ashtu dhe në divan lëkure. Nga që nisa që me Edi Ogën edhe ai ma çoj kështu. Kur e nis me Edin, Editi. Editi si është ai, ha Edi. Ha Edi. Ne shkele përmendim çdo puntat. Ai dashuria jonë. I kalon vend vetes. Tani shiko, një filmi. Ky është dyshja apo një film? Policë për jetë. Ky është vazhdimi i Policë për kokë. Po, domethënë është sequel. Është në fillim ishin për kokë. Tani janë për jetë. Tash janë për jetë. Te treshit janë për fare. Te treshit shohim. Po, Desluanat. Jeta funit. Tani shiko, Policë për jeta funit. Filmi i bëhet vazhdimi për shembull si Hangover që shpërtheu, që ishte shumë i mirë. Edhe apo ku diun 2 gish mjalt, që ishte shumë i mirë edhe ju bë 2. U bën 3 gish mjalt pastaj. Po, domethënë 2 ishte grop. Po, si ka mundësi që ky është grop ishte i pari, Policë për kokë. Tani doni të bëni të mirë. Shikoj, i pari ishte të merrte, të thithte, të futi brenda. S'mund ta them. Jo? Ja them mos. Shko, i këndshëm ishte. Ti do thuash tëndën, unë do them timen. U vdes për to. Po, edhe unë. Body cup, comedy, kam thënë për çfarë ishte se ky Aldo ngeli të fol, nuk po pushon një sekondë me lodhi kokën. Aldo lene do. Shiko, është tipike këto nice guys ose other guys, po e ke parë që është me policë apo është edhe çik fani. Kështu është amerikanizëm, nga këto gjë që njëri e ka patur babai një super polic, po vetë shkruaj çik si qofte. Domethënë Aldo ka mbledhur gjithë klishet e mundshme policore dhe i ka sjellë në Shqip. Okej. Nuk është keq. Shqipëria, mendoj unë, ka nevojë të hyjë në Evropë. Dhe nuk mund të hyjë në Evropë Shqipëria. Më mirë shkojmë në Amerikë direkt. Nuk ne shkojmë direkt në Amerikë. Çfarë keni bërë më mirë te ky i dyti? Përveç Luanës që qartë. Ne më mirë Luanën. Për mua është një nga realizimet më të mira në të gjitha aspektet e veta. Në të gjitha hallkat, qoftë në para prodhim ose pre-production që i themi ne, qoftë gjatë prodhimit, qoftë në pas prodhim. Dhe qëllimi i ynë është që njerëzit të hyjnë aty brenda dhe të dalin të argëtuar në një kuptim. I ke parë filmat e fundit që kanë dalë? Kohët e fundit? Po, patjetër që po. Si do të krahasoje me këta? Se the ndoshta është më i miri. Po, është më i mirë se i Turit. Shiko, Turi kishte hedhur lek fort. Po të themi që nuk ka të bëjë me lekun filmi. Vërtet? Sa lekë keni hedhur ju kështu? Ka të bëjë me lekun, po nuk ka të bëjë me lekun. Aty afër Turit. I kemi qëndruar Turit afër. Po më bën kurioz më vërtet. Nesër ne jemi te premiera, jemi të ftuar. Filmi është, po, jeni të ftuar. Jo, filmi është i cilësie superiore dhe këtë gjën e them dhe kjo do mbetet tu dhe do ta presim këtë sigurisht. Do shihet në kinema, kur të shohësh figurën në kinema, atë i ekrani i madh atje, do e ndjesh që ti po shef një film. Pastaj gjithë elementet e tjerë janë në anglisht është meticulously të vendosur, qoftë aktorët, qoftë Olsi me Nikun që kanë një marrëdhënie të ndërtuar tashmë dhe këtu janë akoma më mirë. Fakti që Luana është një personazh i ri që edhe ky si personazh dhe kjo si debutim do jetë një surprizë. Luana? Apo jo? Ky është debutimi i parë në kinema. Dhe do të jetë një surprizë, Po duke i bukur me fustan të kuq, duke bërë karate i qerë. Po çfarë tani e mora vesh të kuq fustani, kisha aty në vend. Po shikoj cicat. Merrem, unë jam i martuar, nuk bëjnë ato. Më pëlqen shumë se kemi producent në studio, kemi një super regjisor. Tani super regjisor. Regjizori ka bërë punën e vet. Regjizori ka qenë Giorgiovani, ai është regjizor. Erdhi me motor. Jo, super regjizori ishte për pamje. Jo, nuk e di se si është. Ose si mendon ti që është, domethënë, kryesori numër 1 i një filmi? Domethënë, është regjizori apo producenti? Filmi është punë në skuadër. Që do të thotë, janë disa elementë që nuk bëjnë pa njëri tjetrin. Që domethënë, filmi mund të ketë një skenar shumë të mirë, por nëse nuk ka një regjizor të mirë,
bie poshtë. Mund të ketë një regjisor të mirë, skenar të mirë, por nuk ka një producent që t'i çojë gjërat atje ku duhet dhe që të zgjidhet dhe gjithë kjo gjë. Mund të ketë një regjisor të mirë dhe një xhirim të mirë, por pastaj kur kalon në montazh, pjesa e montazhit dëmton atë që ti ke xhiruar. Duam s'duam ne, filmi është magji. Prandaj është shumë vështirë për të realizuar një film, sepse është të gjitha hallkat janë shumë vështirë. Magjia në përgjithësi. Vjen keq që ta çoj bisedën serioze, po. Jo, po magjia në përgjithësi është vështirë. Shiko. Ku shkoj? Pra, kush do të monin nga veshi. Tani pyetja është për Aldon. Aldo, si ndihesh në roli kaq i rëndësishëm i regjisorit? Kaq i rëndësishëm. Po bëj eko? Po bëj eko. Në prodhimet shqiptare trajtohet kështu si një gjë jo aq e nevojshme. Se i kam parë këto intervista të bëjnë kështu. Po çu regjisor janë vetë e boj, vetë jap lekët. Vetë marr lekët. Po Aldo? Në rregull, faleminderit Aldo. Shumë. Aldo, për Aldon është. A është Olsi gogoli ëndrave të tua me skena të kushtueshme? A ta lem Olsin të përgjigjet në vendin tënd? Faleminderit dash. Mjaft tani. Aldo. Nuk jam marrën fjalën Aldos, më vjen keq, nuk. Ore. Vetëm fjalën do t'i marrim sot Aldos. Për momentin. S'kisha për dënë i dhanë film. Aldo apo ti? Aldo. Okej. A e sill me këm në tokë një regjisor kaq ambicioz si Aldo, që thua, kjo skena kërkon shumë para. Se të parat kthehemi pra. Shiko. Te berdushkat. Shiko, një regjisor e mira është që të kërkoj maksimumin e vet. Të ushtrojë trysni dhe presion mbi gjithë stafin, që të marri maksimumin e asaj që mund të marrë për të realizuar vizionin e vet që është shumë i rëndësishëm në fund ditës. Në Shqipëri, për fat të mirë, kemi një plejad të vogël, të ngushtë, sa një grusht Regjisor është mirë. Regjisor është mirë që po ndërtojnë vetveten. Po arrin të kuptojnë nga gabimet e tyre, po shikojnë se. Ne janë dy emra përveç Aldo. Se po është Aldo. Aldo është i parë normalisht. Është Redi Treni, është Gjosni Rama. Janë Gjosni pëlqen shumë. Janë Papa Dimitri që janë në rrugën e tyre për të ndërtuar një emër dhe një. Kemi filluar të flasim për filmin në Shqipëri kohët e fundit. Okay? Ne kemi realizuar me Dalinën një serial që është serial i snob, që ka qenë për mua, për te modestis, ka qenë hapi i parë i rëndësishëm për t'i bërë njerëzit të besojnë që këtu mund të bëhen kështu gjërash. Dhe për mua kjo është më e rëndësishme se çdo film, se çdo bisedë, a ishte ky film më mirë apo ky film më i keq. Sepse ajo që ne bëjmë sot do ketë ekon e vet mbas 4-5 vitesh, të cilat do kalojnë shumë shpejt. Unë lutem që filmi shqiptar. Gjëja që mua si një njeri që e kam me pasion këtë punë, më dhëmb është që më duhet që unë të kafshoj veten time për ditë në njerëz që kanë shumë vështirë ta besojnë këtë gjë dhe nuk i bëjmë me faj, absolutisht. Është sponsorat e kësaj tani. Patjetër. Po shkoni më jepni lek për filmat. Jo, është e gabuar kjo, nuk mund të japin lek për filmat. Ato zhvillojnë këtë, domethënë janë një element shumë i rëndësishëm në zhvillimin e këtij pasioni. Shite. Deri diku. Shite. Thjesht të shikoj, u japin lek, po mos u detyrojnë kështu që t'i vënë atë kanaqen e kosit personazhit kryesor. Jo, deri diku e kanë kuptuar edhe kompanitë që është si një përgjegjësi sociale, shoqërore që ti të mbështesësh këtë iniciativë. Jo domosdoshmërisht, pse ai erdhi dhe vuri sallamin aty do presi që të shitet sallami, jo. Ai e di që po mbështet. Po shtona shitet. Amo Aldo, e se qa bëhet? Aldo. Olsi dhe Aldo, kjo pyetje... Aldo dhe Olsi. Aldo dhe Olsi, kjo pyetje është për të dy ju. Do me thënë, nëse dikush e ka përgjigjen i parë, mund ta thotë, është pa problem. Po me kështë... Pulsanti këtu? Kush nga ju është më i vështirë për të punuar? Po, Olsi, Aldo herë. E shtypa unë në pulsanti. Se cili ka vështirësitë e veta, ka kufitë e vet, pa diskutim, dhe është shumë normale, është shumë njerëzore. Aq më shumë kur ke një projekt artistik që është sfidues. Sa ditë kanë ndodhur xhirimet? Vetëm xhirimet. Vetëm xhirimet kanë qenë 26 ditë. Boll vallai. Mi e lodhur Aldo, prandaj mi e bërë kështu i bardh. Prandaj ka i goja. Shqyqyr Zotit, kemi ndarë pak a shumë të njëjtën frekuencë. Jo pak a shumë, më shumë se sa pak. Do të thënë është Aldo më i vështirë për të punuar. Deri diku unë. Këtë mund të mirë. Të mund ta them edhe unë pak. Ti ke punuar me. Po. Ti ke qenë pjesë e asaj. Është snobi.
Snobi është seriali më i mirë mo që ekziston. Duke bërë te kamera. Ore po nga kasti kush ta ka nxjerr buzën më shumë, se e kuptuam që ju të dy nuk jeni të vështirë. Po sinqerisht, të lutem, më jep një. Amela. Ajo është kru, nuk është kast. Amela është Ajo është motori mbrapa. për të gjithë ju që nuk e dini, Amela është ekzekutivja. Më e mira kam dëgjuar unë në fakt. Edhe ka qenë një dorë shumë e fortë Çfarë do bësh më vonë, në këtë Amela? projekt. Më fal se po flirtoj pak me Amel. Amela, them çfarë do bësh më vonë? Sa Aldo do vazhdoj me Olsen? Vazhdoj punën me filmin. Me filmin prap? Ka Shihemi premierën nesër. pas premierës? Luanën dhe Amelën sot. Ore, për si aktor kush është më i mirë, Niku apo Olsi? Nolsi. Nolsi? Të dy luajnë në filmatur që ata apo? Orsi luan të filmat indian. Olsi është reper. Dhe janë puqur, Si Olsi? për festivale. Po bën freestyle Olsi bravo. Shumë për fakt. Ore, le lej këta dy çunat, po Luanën si e bindet ë? Që të binte. Kërkojnë kështu trajtim special ndërkohë? Luana Champagne, në fakt, crudo. ajo që kanë kuptuar është që Luana e ka patur një dëshirë që të jetë pjesë e një filmi dhe sigurisht që nuk mund të flas në emër të Luanës, po flas me atë që unë kam kuptuar, jo me atë që unë di, që ka pritur që të ketë të plotësohen kushtet artistike më së miri të mundshme, të tipit një skenar i mirë, një rol i gjetur, aktorët e mirë, skuadra e mirë, gjëja që të jetë premtuese dhe prandaj dhe besoj duke ditur që ajo është dhe ka qenë shumë e kujdesshme në projektet që ka bërë, shumë hard working si njeri. Po, kjo është e vërtetë. Është vërtet njeri që është gjendur aty projektit që në fillim, pra 2-3 javë përpara ka filluar që të mësoj koreografit, të mësoj të bëj punching, këto goditjet, të bëj kickbox, duke marrë leksione për ditë. Pra donte shampanjë çdo mëngjes para se të fillonte edhe këto trajtim special për ditë. Ëndra ishte aty dhe ne e bëm ëndrën në realitet. Bravo, faleminderit Luana që na i bën gjitha ëndrat e realitetit. E ku do ishim pak të vajzë? Mirë, tani që ta promovojmë çik filmin, do shikojmë një klip të shkurtër nga filmi Polic për jetë. Kam kuptuar gabimin edhe jam gati të vi denoncoj personalisht se jam një kurrë e klasit të parë, që ti të ndjen me shku të hedhin para të det, e se kam ngrënë karë nga Durrësi në Tiranë. Nuk e dia ishte Polic për jetë ky klip. Diçka ishte. Ishte një film. Diçka ishte. Vdes me Kastro Çavushin. Jo sa ty, Niku. Ja që është me mustaqe mërzitet. Shko, me që nuk e kishim një pjesë nga Polic për jetë, a mund të bëjmë këtu në një Bëjmë një jetë për policë këtu. table reading? E bëjmë jetë. Aldo do bëj regjisorin, është shpirt? Aldo na thuj. Ti bëj Aldo bëm kat, pastaj. ti bëj adashin tënd, Unë po bëj Orsin. Gino. Gino. ti do bësh Max. Maxi po të ishte film shqiptar. Pa. Max. Max. Maksimumi Max. Gino dhe Max. Kurse unë jam Luna. Luna. E Luana sa keni vënë Luna? Luna. Shumë holli keni rënë. Është lart, është shumë lart. Atëherë Aldo na drejton ndërkohë. Ha, djem, më në fund më gjetet, a? Max, a thash, Qa? këtu do ishte. Nuk kishte nga e këte. Budallën! Kam qenë gjithkohës këtu në hundën tuaj. Ku e çove atë që të dam? E kam I dha- futur aty ku nuk më nxet dielli. Gino. Aty? Max, kjo është për ty. Për mua? Po. Ti shkon atje ku nuk bie dielli. Unë nuk jam, unë jam dielli. E jam është vish, Max. Ashtu siç ke ndërruar që në fillim të këtij filmi. Prit, Ti kafsh. prit. Nuk mund të zhvesh pa kreu mustaqet e Merr mia. pak gjel për mustaqet. Faleminderit. Oh. Për mustaqet ishte gjeli Luna. Mblidhu. Ky është. Kjo është skena Skenar tjetër. Është skena filmi. Jo, mos e dëgjoni Olli, kjo gjithë është skena filmi. Faleminderit. E po, a do merrni e mua atë ai polic për fare të treshë? Po fare. Kështu është kur regjizori i pëlqen aq shumë sa nuk na tha kat për shembull. Kat! Pas donim. Ah, more Aldo, more mistre. Gjuaja e të faqe se vetëm e ka shumë qejf, është pervers. Regjisorët të gjithë janë pervers. Pa perversitet nuk prodhohet art. Dimitra Anagnosti. Ndjes pas. Ai është i preferuari në fakt. Mirë, tani do bëjmë një kështu ne IMDb. E bën. Si është gjatë kjo se harrova unë?
Është Okej. Si fari pa përgatitur sot, më do të priste të shkonte te Grida. A mund ta kemi prap gri? Atëherë IMDb-ja funksionon, domethënë që filmave u jepet një pikëzim nga 1/80, nga 1 është më e keqja, deri te ke parkuj shikon që është 6.9. Po. Kur je për shembull që ke pirë got verë te vena aty, edhe do të shikosh një film e shikon kush është më i miri. Do të fut në sherr me gjithë dynjan që kanë për filma. I Love Tropoja nga Ermal Mamaçi, nga 1/80. Shiko, unë jam i detyruar shpejt, që mos më duhet të pikëzoj lart sepse janë iniciativa që duhen respektuar, pra 7. Në kuadër të dashurisë, Coloretto Cukali. Ai është një film që unë jam producent, kështu që Ti je producent atë? Po. Si më bythe me atë. kështu që jo, me të gjithë gjymtyrët e bëm. E më doli si kështu. Me të gjithë gjymtyrët e bëm, në fund të ditës ti nis që të bësh një gjë argëtuese në një kuptim. Por rrugës ca gjëra mund edhe të rrshkasin dhe të ikin dhe është marrësh copza dhe ti i bashkon të gjitha bashkë pastaj për të parë një të tërë. Nuk është e thjeshtë. 7. Mos ma bëj këtë tani. S'ma bëj këtë tani. Pasaporta, Eduard Grishaj. Nuk e kam parë. As unë, fakt, po. E ke parë? Po. Sa pikë? 6. Loja e fundit, Bjordi Mezinim. 6.5. Falli 2, Nur Kurbanxhi. Që nga Korça dhe nga India bashkë. Nur është, shiko. Kurbanxhi nga Kurbanxhi. Falli 2, Falli 2 Mariusi mori një grua regjizore të huaj. Është grua Nuri. Është grua. Nur zemër. Nur, është bukuria. E di. Nuri thrasë unë kësaj. Por falli nga Mariusi steu rekord. Ka bërë lek të madh. Pik 7.5. Polic për kokë, Aldo Marku. 7.7. Ky është i parë deri tani, është 7.7. Po skuq Aldo. Po, pikët më të larta për mua deri tani merr pa ma thënë ti filmi Turit. Se kam këtu fare. Dashuria s'mjafton, Drilon Hoxha. Edhe po të lutem. Shiko, Kujdes. Driloni e ka nisur nga iç mos gjëja, ku njerëzit e etiketonin që çajin këto një dhe kam pritur tani në një gjë që ti e shef do të vjen era film. Ai produksion ka era film. Pra, mendo, e di sa e vështirë është ti je one man show, ti je një njeri që bën edhe skenarin, po bën edhe producentin, po bën edhe aktorin, po bën edhe regjisorin. E kupton? Ndoshta nuk e kupton, po Jo, nuk e kuptoj, vetëm Driloni mund ta kuptoj. Duhen një grup dhe realisht Jo, vërtet. jo për të përshëndetur, Si se bën? po është shumë dhe të mbrishën pikën që të vendosësh një standard, që ky është filmi Drilonit, e ka vendosur, e ka pikturu standardin. Unë mendoj që Driloni është shumë i aftë në manifestime. Si në manifestime. Këto pastaj janë këto veshjet xhupi këto, nuk Jo, po ka që bëjmë atëherë thonë manifestimin. thuaj që janë president, manifestonte dhe ka thënë tani ka Ti thënë. del bytha venit me e bëha të gjën që Në bëha. fakt ai nuk ka ndaluar që nga ai filmi. Pik Drilonit? 7. 7 kjo numër me fat. Kazerma, Turian Hyska, Jocelyn Rama. Po, Kazerma është 8.5 për sa Pëlqeu është dhe mua përdorur. shumë. Po sepse Ai që e bën dallaveraxhi i madh, po. Filmi i sepse mirë. është përveç se është shumë temë e zgjuar. Ja, më kishte për Ledionin, për Big Brother. Jo, po ajo është një gjë që Turi unë e di ka dash prej shumë kohë që ka pas ide për ta bërë. E folëm ne në shkuar më Piles ka qenë një bisedë që edhe me Edi Jogën e ka bërë sa herë, do ta bëjmë në vite. Kështu që nuk e di çka keni folur ju, po. Jo, po E po, dhe ju të dy keni qenë Big Brother, ë? Ne po, Ku shkoi më shumë nga ju që eci? unë shkova shumë se dola më shpejt. 5 herë jo, Erion Bubullima. Po, Donaldi. Me Borë. Dhe ky ka qenë një film shumë i mirë. Edhe ky ka qenë një film Skenaristat i ka miq, po s'kishin dritur gjë. afër tetës të Po shumë. sa? Mund të thuash 7.9, po? Si në 7.95. Mua më pëlqeu shumë Bora te ky 7.95? filmi. Bora ishte më mirë se Donaldi. Po në Allah. Ishte shumë e mirë. Njerëz dhe fate 2, Dionis Papadimos. Nuk e kam parë dhe kam dëgjuar në fakt nga disa lloj vlerësimesh, por mendoj që është i realizuar deri diku. Ishin munduar, po ose ndoshta ajo nostalgjia edhe isha kështu prisja më shumë. Shiko, Nostalgjia is a bitch, me që po flasim më. ajo është të hyn thellë në lëkurë dhe ti nuk e shbën dot më.
E më prisa atë ndjesin. Pika dhe për njerëz dhe fate 2? Nuk e kam parë. Okej. 5.3 nga unë. Pik me hile ti. E mbyllëm edhe IMDB-n do... IMDB-n e Tiranës së Re. E Tiranës së Re, kështu ishte, jo? Mirë, që po mundoni dhe ju. Dhe mua më bëhet shumë qefi. Patjetër që po mundoni. Dhe sa më shumë të ketë kështu si Kazerma, si Driloni, si Mariusi, si ju. Nesër është... Mendoj që do flasim mbas filmit. Po, unë zi po pres të vi nesër. Do të dalë foto aty, zi po pres të dalë foto me Romir Zallë. Është Romir Zallë aty? Romiri, Zalla nuk është. Okej. Policë për fjala e përshëndetjes. Nga nesër e tutje në kinema. Olsi, faleminderit shumë, ishte shumë i mirë. Faleminderit ju, edhe ju jeni shumë të mirë. Megjithëse dhash verë në fillim, na e tani që të bëhemi tap. Ja, nuk jemi... Marrova, prandaj nuk ta dhash. Aldo, edhe Aldo me agjërim? Po. Ishte. Po thjesht për respektojmë pjesën e pas agjërimit. Jo, Aldo nuk agjëron, Aldo është okay. Aldo je i madh vlla. Paqe. U knaqem. U knaqem shumë. Shumë u knaqem. Folëm për filmat, folëm me regjizora, me producenta. E kës folëm. Me Luanën. Si u mbyllet e asaj. Po doni të tjera kështu nga këto mrekulli, duhet bëni subscribe në kanalin e Andale, në YouTube, Instagram, Facebook, MySpace, High Five, Twitter, Messenger, OnlyFans. 7-8 tani. S'ka sens. S'ka vetëm vini ka OnlyFans. Në do të ndiqni atë. Shpresojmë shumë t'jeni kënaqur dhe ju me Marcelin nga shtëpia si ne në studio. Po, Marceli ishte pjesë sot e emisionit. Kështu që ju urojmë një natë sa më të këndshme ose ditë, varet çfarë po shikoni.